para zgjedhjeve të frorit. Dhe tash i kemi rezultatet. Ka shkue manal për 100% prej 42 në 46-47%, që do të thot në parlament do t'i ketë 56 deputet në vend se atëherë me zgjedhje me bazë rezultateve frorit i kishte 48. Me këto patkicat jo sërbe do t'a formojmë qeverin pa kur farë problemi. Këto dy tjerat, PDK, LDK, shkun në nivelin që e kishin atëherë, sepse me fushatën e vetë e cila ishte anemike, thuja se kur fare, ranë të poshtë. Po më dhimet pak Bedri Hamza, sepse vonë hinin ljoj, për PDK-ja me gjithate e ka një elektorat stabil. Ramushi me qatë në qatë nivelin që ke, aje pa të rejek me 3 vota Fatmir Limën, po masi Fatmir Limaj nuk u gjetë mirë këtë asit, ashtë ka me qatë nivel. Dhe rezultatet janë, si do të thoja, si mas meritave. Zoti Vllasi, vendosje është duke i vetuar që 4 palë zgjedhje, 2019, 2021 dhe 2 palë zgjedhje parlamentare gjatë vitit 2025. A është kjo epoka e Albin Kurtit, apo çfarë? Epoka mas pari kështu, që dështu që i patëm gjitha të blokada dhe ngërqe pas zgjedhjeve shkurtit, për diko e kishin fajin edhe këta të opozitës, por edhe Kurti duke lujt me atë kandidatën për kryetare të kuvendit. Ma vonë, Kurti i boni do hapa, si pas cilve shihej se ka një gatishmëri të del nga kjo blokad. I ofroj, ndonse dhe gjëmavon, jo si unë më njerë 2 ditë mas zgjedhjeve që pa ta propozu që vetë vendosja me LDK-n shkojnë koalicion, a i me gjithate i dha një ofertë për koalicion LDK-s u refuzu. E boni propozimin për qeveri dhe vetë kryeministër nuk u votu okej. E emroj vetë vendosja Glauk Konjusën, edhe ajo nuk u votu, do më thonë u pa se këta të opozitës vetëm kanë qëllim me bloku dhe me bloku. Pa ta thonë do këta në bisedën e fundit, që të 2 palët, edhe këta të vetë vendosjes, edhe këta të opozitës, kanë qëllimin me shku dhe zgjedhje të reja të 2 palët të shpresu për rezultate më të mira. Por, tashti rezultati ka dalë, kështu si ka dalë, vetë vendosja ka avansu, këta kanë ratë e poshtë. Ato zgjedhjet lokale, ato janë diçka tjetër, se në zgjedhjet